A keni dëgjuar për dysanin, një problem që mundon njerëzit në mbar botën? Edhe pse duket e padëmshme, me kalimin e kohës mund të kthehet në një problem serioz shëndetësor. Dysania është një gjendje që i referohet vështirësisë për të zgjuar ose për të ngritur nga shtrati, edhe kur një person e di se është koha për të zgjuar. Nuk është thjesht përgjumje ose dembelizëm i zakonshëm, por një problem serioz me të cilin përballen shumë njerëz, shpesh i shoqëruar nga ndjenja e lodhjes, raskapitjes ose ankthit. Dysania mund të jetë simptom e gjendjeve të ndryshme, si depresioni, ankthi, pagjumësia, por edhe probleme të tjera mendore apo fizike. Ka disa shkaqe të kësaj gjendjeje. Nëse një person nuk flet mjaftueshëm, ai mund të përjetojë simptomat të dysanisë, sepse trupi dhe mendja nuk kanë pushuar mjaftueshëm. Gjithashtu, çrregullimet depresive shpesh çojnë në probleme me gjumin, gjë që mund të shkaktojë vështirësi në zgjimin. Njerëzit me çrregullime ankthi gjithashtu shpesh përjetojnë pagjumësi dhe kanë vështirësi të zgjohen në mëngjes. Problemet hormonale, të tilla si hipotiroidizmi, mund të shkaktojnë përgjumje dhe lodhje ekstreme, duke e bërë të vështirë zgjimin. Dieta e dobët, mungesa e aktivitetit fizik dhe stresi i tepërt mund të kontribuojnë gjithashtu në problemet e zgjimit. Si ta njohim gjendjen e dysanisë? Nëse ndiheni të raskapitur pas gjumit dhe keni një dëshirë të tepruar për të rënë në gjumë, nuk ke asnjë motiv për të ngritur nga shtrati. Dhe pastaj, kur arrini të ngriheni nga shtrati, ndiheni vazhdimisht të lodhur gjatë gjithë ditës. Ndjenja e vazhdueshme lodhjeje gjatë ditës. Për të parandaluar këtë gjendje, duhet të siguroheni që të flini mjaftueshëm çdo natë, idealisht 7-9 orë. Ushtrimet gjatë ditës mund të përmirësojnë cilësinë e gjumit dhe ta bëjnë zgjimin më të lehtë. Gjithashtu, një dietë e ekuilibruar me vitamina dhe minerale të mjaftueshme është shumë e rëndësishme, të cilat mund të kontribuojnë në energji më të mirë. Meditimi, frymëmarrja e thellë ose aktivitetet relaksuese mund të ndihmojnë në uljen e stresit që mund ta bëjë të vështirë zgjimin. Nëse dysania është një problem serioz, një vizitë te një mjek ose terapist mund të jetë e dobishme në gjetjen e shkakut dhe zgjidhjen e simptomave. Dysania është një problem shpesh i neglizhuar, por me vëmendjen dhe trajtimin e duhur, është e mundur të menaxhohet dhe të përmirësohet cilësia e jetës. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.